Kërkom vranjefësin tem. Kërkom degën e parë, degën më atë mirë. Hajde, qushe dene ju, që keni zakon, do të rukitjet madhe për presidentën Vjosa Osmani. Kanë gabu shumë, kur në qunë zgjedhje e mendun se lodhët lidhja demokratike Kosovës. LDK-ja është kam, rrugavisat jo po bashkë, s'ka kur gjë që në ndalë ma. Dhe këtë bashkim të madhë politik që po ndihim gjithandej, po përjetojmë gjithandej, po e shohim gjithandej. Uka ka ditëlindjen sot, urime ditëlindjen për vranjefësit. Edhe jeta statovësja ka ditëlindjen sot, urime edhe të jetë. A ka dikush tjetër ditëlindje? Urime krejve e qoftë. Por e dini ditëlindje të madhe që po na vjen. E ka datën 7 qershor. 7 qershor, në ora 7. LDK fiton. Fitore! 7 qershor, LDK-ja bashkuar, LDK-ja me ekipin më të mirë, me programin më të mirë, me vizionin historik, nisur nga viti 1989 deri më sot, vjen me ide të qarta për Republikën e Kosovës, shtetin që e nisëm ne. Vjen me ide të qarta për të ardhmen e këtij vendi, që tash e 18 muaj na ka mbetur në krizë, në ndarjen, përçarjen, propagandë, e në projekte si ato që i pam sot në Lopsh të Llapit. Pasha Zotin marrë. E LDK-ja vjen me projekte të mëdha për Prishtinën, për qytetin. Bojën altë, sa më nalt. Bravo Djema, bravo. Jam i bindur që me këtë energji të madhe që kemi, ditët e mbetura do t'jenë kushtrimi qartë. Do t'jenë kushtrimi qartë për ato projektet maja që kemi për Prishtinën, për 1.5 miliard euro që duam t'i japim për qytetin ton, për qytetin më të mirë në botë. Dhe këto para nuk janë mjete shpërblese, nuk janë mjete zgjedhore, janë projekte identitare që i vinë kryeqytetit me të mirat më të mundshme ndonjëherë që ka mund t'i ketë. Po, këtu në Bërnic, këtu në afër Bërnic do ta kemi investimin më të madh sport në teknologji, 200 milion euro të investuara këtu afër jush, që Prishtinës t'i kthejmë stadiumin e madh kombëtar, parkun teknologjik e qendrën e madhe sportit. Stadiumi kombëtar ka vendi Prishtinë, mos ta harrojmë atë. Po, Prishtinës i vijmë me unazën e jashtme të kryeqytetit, atë unazë që bëjnë bllokuar, po do ta bëjmë ne lidhja demokratike e Kosovës, dhe po Prishtinës i vijmë me spitalin e kryeqytetit, i vijmë me mësimin tërditor, po mbi gjitha, i vijmë me një ekip të jashtëzakonshëm të 110 kandidatëve, i lutës për një dorë trokitje të madhe për këta burra, gra, vërtet kënaqësi me bo fushat me ta. Edhe me ta smori patjetër. Do t'i prezentojmë kandidatët një ka një,
dega pari ka 4 kandidat se cili më i mirë se tjetri, po mbi gjitha, dega parë sonte po na jep një vullnet jashtëzakonshëm që vërtet na bën krenar, na dha shpirt sonte, na dha forcë që të vazhdojmë tutje deri më 7 qershor. Kështu kam qef me po LDK Prishtinë, kështu kam qef me po degën e parë, dhe kështu kam qef me ju po të gjithëve të premte në sheshin Skënderbej, sheshin Ibrahim Rugova, tubimin më të madh elektoral që kemi pas ndonjëherë.